Mirë mbrëma të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në këtë darkë simbolike sonte. Në radhë parë duhet t'ju uroj të gjithë besimtarëve mysliman që kanë agjëruar, që Zoti ju apranoft lutjet, sakrificat dhe agjërimin që keni realizuar për një periudhë kohore 1 mujore. Njëkohësisht, duke qenë se sot është nata e Fitër Bajramit, ju uroj gëzuar Fitër Bajramin dhe ditën e nesme patjetër bashkë edhe me njerëzit tanë do jemi edhe pranë xhamisë së Lezhës për të uruar besimtarët edhe në xhami. Unë besoj që komuniteti mysliman i Lezhës është një nga komunitetet e cila ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh në lidhje me qytetërimin dhe Lezhën në tërësi. Padyshim që harmonia fetare është një nga elementet kryesor për cilët të gjithë duhet krenohemi sot, jo vetëm në Lezhë, por në gjithë Shqipërinë, ashtu siç edhe imami në rastin konkret deklaroi që duhet patjetër hoxha që paqja të mbizotrojë sa më shpejt jetë mundur në gjithë botën, edhe për shkak të luftrave që sot ka, sidomos edhe në komunitetet myslimane. Dhe padyshim që ky vit të jetë një vit i suksesshëm për secilin prej jush dhe familjet tuaja. Ju baf mirë. Rahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, vëllezër dhe motra të dashura besimtare që keni agjëruar dhe ndoshta jo nga pamundësia, ju uroj gëzuar Fitër Bajramin, sepse sonte siç e dini është edhe nata e fundit, është iftari i fundit dhe është një natë bajrami. Lutemi të gjithë për paqe jo vetëm në Shqipërinë tonë, por mbar botën, sepse bota më tepër sot ka nevojë për paqe, për harmoni me njëri tjetrin. Ju që keni agjëruar e ndjeni me të vërtetë dhe e dini që për çdo ditë jeni munduar të përmirësoni vetveten dhe Ramazani është kjo shkollë ku duhet që ta pasojmë edhe pas Bajramit, të ndjenjen e vllazërimit duhet ta pasojmë edhe pas Bajramit, këtë ndjenjë e solidaritetit duhet ta vazhdojmë edhe pas Bajramit, kontributin dhe ndihmën për të tjerët, për nevojtarët, për jetimet duhet ta vazhdojmë edhe pas Bajramit, sepse besimtari dhe besimi dhe njeriu ka nevojë për Zot jo vetëm brenda Ramazanit, por deri në frymën e fundit të tij, deri kur të dorëzojë shpirtin te Krijuesi i tij. Allahu na përmirësoft të gjithëve, na bëft të denjtë dhe na mundësoft që fundi jon të jetë brenda kënaqësisë dhe faljes së Allahut fuqiplot. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju pranoft dhe ju bëf mirë. Jemi mbrëma gjithëve. Është gjithmonë kënaqësi të jem bashkë me besimtar musliman, të cilët kanë agjëruar për gjatë 30 ditëve të Ramazanit, muajit shenjtë dhe të madhërisëm të Ramazanit. Zoti ju a pas pranuar agjërimin dhe ju a shpërbleft atë në të mira për ju dhe familjet tuaja. Sot është në fakt natë e madhe, është nata Fitër Bajramit, ku padyshim është një natë solidariteti, mbështetje dhe unë uroj jo vetëm ju si besimtar të Lezhës, po kudo besimtarëve musliman gjithë Shqipërinë, Allahu qof me ju dhe familjet tuaja, ju a shpërbleft në të mira, plot shëndet, mirësi e mbarësi për secilin prej jush. Shumë faleminderit edhe një herë bekime për secilin prej jush. Gjithë mirë. Mirëmbrëma gjithëve. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë iftar me besimtar edhe miq. Uroj që kjo natë e shenjtë të sjellë sa më shumë paqe, harmoni dhe begati në gjithë familjet muslimane të Lezhës dhe jo vetëm. Zoti ju apranoft lutjet dhe sakrificat e tyre. Uroj që të kenë kaluar një muaj të Ramazanit me një agjërim të pranuar dhe sa më të lehtë. Lezhë, një qytet simbol i tolerancës dhe i harmonisë fetare, ku komunitetet fetare bashkëndajnë apo bashkëjetojnë në harmoni njëra me tjetrën, duke lartësuar vlerat njerëzore dhe humane.
Ndaj uroj për gjithë besimtarët lezhjan dhe jo vetëm gëzuar Fitër Bajramin. Ditë më të mira ardhshin për këtë komunitet edhe për gjithë lezhjanët. Faleminderit.